Një 32 vjeçar është plagosur në një atentat me armë zjarri në kryeqytet. Ngjarja ka ndodhur natën e kaluar në një pikë bastesh në rrugën Pandi Darda, ku burime nga policia bëjnë me dije se i plagosur ka mbetur shtetasi Erion Kapollari. Nga hetimet paraprake dyshohet se atentati është kryer për hakmarrje. Erion Kapollari dhe vëllai i tij në vitin 2004 kanë plagosur me armë zjarri shtetasin Ilir Kodumi. Burime policore sqarojnë se ende nuk dihet nëse plagosja 32 vjeçarit ka lidhje me këtë ngjarje. Një tjetër plagosje me armë zjarri ka ndodhur gjatë mesditës në zonën e Kasharit në kryeqytet. Burime policore bëjnë me dije se ngjarja ka ndodhur në një banesë private për motive pronësie. Si rezultati i konfliktit ka mbetur i plagosur me çifte shtetasi Elton Zade 38 vjeç. Aktualisht i plagosur i ndodhet i shtruar në spitalin e traumës jashtë rrezikut për jetën, ndërsa në komisariatin numër 6 kombinat janë ndaluar si autor të dyshuar të ngjarjes 2 persona. Sektori i krimeve të rënda në policinë e Tiranës po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.